Shaqir Lutfia është dënuar të martë me 10 vjetë burgim pasi u shpall fajtor për krime lufte ndaj shqiptarëve të Kosovës. I akuzuri nuk ka qenë i pranishëm në seancë kur ju shqiptua dhe dënimi. Lutfia u akuzuese në cilësinë e inspektorit dhe policit në stacionin policor në Prizren, individualisht dhe në bashkëkryerje me persona tjerë të forcave policore serbe. Gjatë periudhës kohore në 1998-99, në Prizren ka ushtruar masat represive të vrasjes, arrestimit, rrahjes, maltretimit dhe trajtimit shnjërzor. Në këtë akuzë thuhet se Lutfia dhe të pandehurit tjerë kanë përdorur mjetet rrymës elektrike të cilat u vendosnin në pjesën e duarve dhe në organe gjinitale, me çrast si pasojë e kësaj personi me inicialet RJ kishte vdekur, kurse Murat Kabashi, Elmi Gashi, Sefer Ejupi, Vebi Velia, Qemal Kollari, Uk Kolgeci, Haxhi Gashi, Safet Gashi, Hasan Shala dhe Arsim Zyba pësuan lëndime serioze trupare.